Ne do ta ringrejmë shtëpinë e Luiz Gurakuqit, ashtu siç kemi ringrit shtëpinë e Osokuks. Dhe shteti do të marrë në përsipër gjithë faturën financiare këtij damit pa llogaritshëm që faktikisht ne Shkodran vetja kemi bë. Kjo ishte deklarata e zëvendës ministrit të kulturës Zef Çuni në muajin maj të këtij viti, bërë gjatë aktivitetit kulturor mbi arkitekturën e vjetër të Shkodrës. Zëvendës ministri deklaronte se shtëpia do të ringrihej shumë shpejt dhe për këtë madje ekzistonte një projekt konkret dhe zbatimi i tij nuk do të ishte i vonuar. Aktualisht ndodhemi në fund të muajit shtator dhe asnjë hap apo sinjal pozitiv nuk është ndërmarrë, edhe pse vetë zoti Çuni gjatë kësaj periudhe ka qenë i pranishëm në Shkodër për nisjen e disa projekteve të restaurimit, siç është dhe rasti i varrezave të Rmajit. Një vizitë e shkurtër e kamerës tonë tregon qartë pllakatën e vjetër të shtëpisë së Gurakuqit, si e vetmja relikë e mbetur nga egërsia e viteve të fundit. Trishtimi është i dukshëm edhe tek banorët e vjetër të kësaj rrugice, të cilët jashtë kameras shprehin indinjatën e tyre për rënimin e kësaj banese me vlera historike. Shtëpia Muzej Luiz Gurakuqit, që gjendej në rrugën me të njëjtin emër, nuk ishte thjesht shtëpia e një ndër patriotëve më të mëdhenj, por ishte njëkohësisht dhe një shtëpi karakteristike e qytetit të Shkodrës, ku shikohej qartë arti popullor, qoftë në vështrimin e ndërtimit, qoftë në pajisjet dhe orëndit shtëpiake. Disa nga reliket e veçanta të kësaj banese ishte tavani i drurit me ornamentet skulpturës, dyert dhe dritaret me dru të gdhendur, si dhe një ogjak karakteristik, edhe pse qeveritë ndryshme ndër vite morën mjaft letra dhe kërkesa nga intelektual të Shkodrës për vite të tëra. Sërish e neglizhuan situatën duke mos ndërhyrë asnjëherë për të mos lënë të asgjësoj shtëpia që ishte muze dhe objekt kulture i mbrojtur me liq.